Shikoni të gjithë, mos u përçani, jemi të gjithë me një kaos të përbashkët për të krijuar Shqipërinë e nesërme, Shqipërinë e së ardhmes, Shqipërinë e re. Prandaj, e vetja gjë që mund t'u them sot është popull çau, zgjohu nga gjumi dhe merr në dorë fatin tënd. Faleminderit. Parini nuk ka Shqipëri, 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 Ftoj një nan që ka udhëtuar nga Mallakasta. Jam një nen nga Mallakastra, e kam kalu jetën e për burgje. Fitari ima me shdu për burg, të rjetën. E kush më ka futur burg, Edi Rama. Në vini policia të shpia. Në vini në kip të rikit zvar, dokumentat e çanta. E kam kalu jetën në zi të merë. Në këtë ndërsin. Po që ministre vete që merë shdo gjenë dhe kam pa në telefon ka futur të merë këtë në Ka i nuk e përnje, një takë nuk që më para me këtë nëma. A i nuk të me këtë nëma. Ka një ka më shumë ta shtuk në të kriminell. Ka më nevoj, ka një pyetje, ka më keni përgjigje. Ka përgjigje do më thoni që ka një mendim e me hoqën e hoqën të vdeku më të gjallin, ka të heqën zë varë më të gjallin. Janë në qemi të gjithë tu. Më duha shumë më popë në kushin. Rama Burgeri shampoo! Rama Burgeri shampoo! Rama Burgeri shampoo! Rama Burgeri shampoo! Arrivederci, shumë! Rama jepë të heqen, Rama jepë të heqen, Rama jepë të heqen. Me mbroma njerëzit më të bukur në botë. Si jeni? Unë jam Merson, një femsi thjeshti më, jam artist dhe kam shkruar diçka. Shpresoj ta pëlqeni quhet titulli Protestoj. Kur flet shpirti i revoltuar, çdo gjë është konsumuar. Ne jetojmë të vetëm në këtë Shqipëri të harruar, ku qeveritarët janë parazitarë, gazetarët përdoren si zar. Unë e bëra zgjedhjen, protestoj për Shqipërinë time. Tani mendon, me mendje reflekton, si ka mundësi që ky popull sot në këtë mënyrë reagon. Kom shpirt revolucionari nuk du t'ja di kush është ai i pari. Shqipërinë e mbroj si Ismail Qemali, dhe që ta merrni vesh njëri mirë, kur rinia ngrihet nuk ka më kthim, po vetëm triumf dhe fitim. Protestoj, për një të ardhme unë poroj, protestoj, se këtë shtet dua ta mbroj, protestoj, për një Shqipëri më të mirë, protestoj, jo mi veshur ku që zi, në fjallën time e thash, marr avantazh, mora shkas revoltohen pa nas, e nge zërin kur do taksat, kërkon votën kur vin lacat, por nëse unë protestoj, ty horrorin të tregoj, është i idhur, nuk është loj, ky djali thjesht ty t'irriton, zoti kryeministër ku ajo të mbaroj, mbyllje pa pendime, nuk ka më vend për trishtime, protestoj, për një të ardhme unë poroj, protestoj, se këtë shtet dua ta mbroj, protestoj, për një Shqipëri më të mirë, protestoj, jo mi veshur ku që jom artisti kompletuar, nga çdo ani talentuar, shpirti im është shkatruar, nga ky vend i bekuar, po me njerëz të mallkuar, erdhi koha të flas, zërin tim do ta godas, sa po kam filluar, duhet polluar dëshmuar një histori, njerëzit nuk i ndalin dot, e keni të kot, ju kom dhënë shumë vlera, duke folur për persona pa ndjena, ndjekun leku si hiena, ne do t'ja dalim, do t'qojmë në kom, aty që im forcën, jemi ne ata që askush na ndalon, që i bën ballë çdo vështirësi, që na sfidon, jemi të pathyeshëm bashkë do t'ja dalim. Protestoj, për një të ardhme unë poroj, protestoj, se këtë shtet dua ta mbroj, protestoj, për një Shqipëri më të mirë, protestoj, jo mi veshur ku që zi. Love. Ishangur, Rama Burgeri Ishangur, Rama Burgeri Ishangur. Mbrëma vëllezër dhe motra. Pse erdhëm deri këtë
deri këtu ku po kërkojmë një Shqipëri të re. Sepse Shqipëria vuan nga kapja e shtetit. Drejtësia, media, zgjedhjet dhe biznesi nuk funksionojnë sipas rregullave, por sipas interesave të atyre në pushtet. Si na kontrollojnë? Drejtësia, SPAK funksionon në hetim, por parlamenti e bllokoi drejtësinë, duke mbrojtur Ballukun me 82 vota. Imuniteti parlamentar është bërë mburoj kriminale. Duhet hequr ose kufizuar rreptësisht për çështje korrupsioni me konfiskim automatik të pasurive të pajustifikuara të politikanëve. Sistemi elektoral, ata na kontrollojnë me listra të mbyllura, që i jep liderit kontroll absolut mbi deputetët. Deputeti i bindet liderit dhe jo zgjedhësit, jo neve. Duhen lista të hapura, lista qytetare, këqëza e pavarur nga politika, financim transparent i subjekteve politike. Mediat kryesore financohen nga reklamat shtetërore dhe nga oligarkët, të cilët janë ekonomikisht të varura nga qeveria. Duhet ndalim ligjor i reklamës shtetërore tek mediat private dhe transparencë plot e pronësisë mediatike. Kontratat publike, tenderat janë kanali kryesor i transferimit të pasurisë publike tek oligarkia. Duhet i procurement transparent, ndalimi kontratave me kompani offshore dhe auditimi pavarur. Tani ne nuk kemi ndarje pushtetes me check and balance. Kryeministri, një njeri, kontrollon gjithçka, qeveri, parlament, gjyqësor, president, media. Tani, as ne si popull me referendume, as një institucion nuk ka asnjë lloj mekanizmi të ndaloj nëse kryeministri ta zën se çmendet. Duhen referendume për tokën dhe burimet natyrore, iniciativa ligjore qytetare dhe kufizim mandatesh. Prandaj themi se duhet një shtet i ri në shërbim të qytetarëve, jo arrogant ndaj qytetarëve të vet. Faleminderit. Revolucion! 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 Përshëndetje shqiptar! Sot po flas një vajzë 14 vjeçare. Nuk jam një politikane, nuk jam një historiane, jam thjesht një vajzë shqiptare që po don vendin e saj. Unë nuk kam jetuar komunizmin, por kam dëgjuar historinë nga gjyshërit tanë. Kam dëgjuar për njerëz që nuk mund të thoshin atë që mendonin, që jetonin me frikë dhe që nuk kishin liri që kemi sot. Prandaj besoj se liria është gjë më e rëndësishme. Liria për të folur, për të ndërruar, për të studiuar, për të ndërtuar të ardhmen. Babai im është një emigrant. Ai punon larg familjes së tij për na siguruar një jetë më të mirë. Ka ne që më mungon shumë. Ka festa, ditë të rëndësishme që nuk e kam pranë. Dhe di që nuk jam e vetmja. Kam mia fëmijë që rriten në një jetë mungesë. Unë e dua Shqipërinë, ku të rim. Unë e dua një Shqipëri ku të rinj të kenë mundësi, ku të moshuar të jetojnë me dignitet, dhe ku askush mos u mbas shpresën. Ne nuk mund ta ndryshojmë kaluarën, por mund të mësojmë prej saj. Mund të mbrojmë lirinë, të respektojmë njëri tjetrin dhe të punojmë për një të ardhme më të mirë. Prandaj çoni shqiptarë, protestoni për të drejtat tuaja. Gjyshit tanë sakrifikuan për të mbijetuar, prindrit për të ndërtuar dhe ne të rinj për të çuar Shqipërinë përpara. Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Përshëndetje Shqiponia! Kjo është ngjarja më e bukur që ndodh që pas viteve 90. Rinia shqiptare e ngritur në tënd për t'i kthyer shpresën dhe dignitetin e humbur këtij vendi.
kundra kësaj klase të korruptuar 35 vjeçare, që e kam grabitur, shitur dhe tradhtuar këtë vend. Unë dua të bëj një thirrje për bashkim kombëtar, sepse jemi në një moment historik për t'i dhënë fund këtij tranzicioni 35 vjeçar post-komunist. I bëj thirrje të gjithë diasporës shqiptare, kudo që ndodhen, të na bashkohen në këtë protestë madhështore, për t'i dhënë shkelmin e fundit këtij sistemi politik të ndërtuar nga këta maskarej dhe tradhtar. Rama jepe dorëqem, Rama jepe dorëqem, Rama jepe dorëqem. Dua t'i bëj një